Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabijina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 14 dhe 15 të surës A'la, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Sa i mrekullueshëm pra ky ajet. I gjithë Kurani është i mrekullueshëm. Ai është kushtetuta e Allahut për mbar njerëzit, i cili me udhëzimet e porositë e tij i garanton njerëzimit qetësinë, sigurinë dhe lumturinë në të dyja jetët. Qëllimi i Kuranit është pastrimi dhe edukimi shpirtëror i njerëzit. Morali luan një rol kyç në jetën e njeriut, duke ndikuar në marrëdhëniet e tij me veten, me të tjerët dhe me shoqërinë në përgjithësi. Feja i jep moralit një bazë më të fortë shpirtërore dhe një ndjenjë përgjegjësie ndaj një autoriteti më të lartë. Morali islam është i nevojshëm në jetë, sepse ai ndihmon në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të ndershme dhe më të qëndrueshme. Arsyet pse morali islam është i rëndësishëm pra në jetë janë: së pari, formon karakterin e njeriut. Parimet morale islame e ndihmojnë individin të zhvillojë cilësi të mira si sinqeriteti, drejtësia, butësia, dëmshuria, mëshira dhe durimi. Së dyti, ruan marrëdhëniet sociale. Kur njerëzit ndjekin normat morale islame, ata janë më të prirur të respektojnë njëri tjetrin, të shmangin pa drejtësinë dhe të ndihmojnë në ndërtimin e besimit të tyre. Udhëzon në vendimarrje. Moralet islame shpesh shërbejnë si udhërrëfyes në momente të vështira, duke ndihmuar njerëzit të bëjnë zgjedhje të drejta dhe të shmangin veprimet që mund të dëmtojnë veten dhe të tjerët. Së katërti, ndihmon në përballimin e sfidave. Besimi dhe morali islam shpesh japin forcë shpirtërore dhe ngushëllim në kohë të vështira, duke i ndihmuar njerëzit të bëjnë zgjedhje të drejta dhe të shmangin pra veprimet të kota të ndryshme. Po ashtu i ndihmojnë njerëzit që të qëndrojnë të fortë përballë sfidave të ndryshme të jetës, dhe sidomos në këtë kohë që jemi, që jetojmë sot, është një nevojë madhore për moralet e larta islame. Të gjithë njerëzit duhet të pajisen, të gjithë njerëzit duhet të kultivojnë dhe të zbatojnë moralet e larta islame
në jetën e tyre, nëse dëshirojnë qetësi shpirtërore, nëse dëshirojnë siguri dhe nëse dëshirojnë lumturi. Dhe këto u asiguron vetëm vlerat dhe moralet e larta islame, që e kanë rrënjën te Kurani i shenjtë, që është fjala e Allahut. Allahu është e mira absolute dhe ai na dëshiron ne që të jemi të mirë. Të jemi vërtet mëkëmësit e Allahut në tokë. Por që të jesh mëkëmbës i Allahut në tokë, duhet të jesh veshur me morale të larta, të jesh me shpirt të pastër, me zemër të gjerë, me gjuhë të kulluar, me mendje të ndritur. Këtë ka kuptimi i të qenit mëkëmbës dhe Allahut në tokë. Së pesti, moralet islame e lidhi njeriu me qëllimin e jetës. Shumë njerëz gjejnë pra në moralin islam një kuptim më të thellë të ekzistencës dhe një motivim për të jetuar një jetë të ndershme dhe të dobishme, larg ndytësive dhe të këqijave. Dhe këto 5 arsye të qenit të moralit islam i rëndësishëm në jetë nuk janë thjesht deklarata, por janë të vërteta, sepse Kurani i shenjtë na urdhëron që të mbartim morale të larta, morale të mira, dhe të sillemi mirë me të tjerët. Për këtë, Kurani na udhëzon që të anojmë së pari ka fjala e mirë dhe butësia. Për këtë Allahu i madhruar thot wa qulu linnasi husna, të thoju një njerëzve fjalën e mirë. Gjithashtu, në surën Isra në ajetin 53 thot wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Thuaj robëve të mi të flasin atë që është më e mira. Pa nuk ka thënë të flasim të mirën, por atë që është më e mira. Gjithmonë e kemi përmendur pra fjalën e mirë dhe butësinë. Feja islame na urdhëron të jemi fjalë mirë dhe të jemi të butë ndaj njëri tjetrit. Allahu nuk e pranon ashpërsinë, as Kurani, as profeti Muhammed. Allahu i madhruar në një ajet i thot profetit sikur të ishe i vrazhd, i ashpër ndaj tyre, ndaj njerëzve, të gjithë do të largoheshin prej teje. Së dyti, Kurani na udhëzon që të mbajmë amanetin dhe të gjykojmë me drejtësi. Edhe kjo është pjesë të moralit të lartë islam. Si fjala e mirë, si butësia, mbajtja e amanetit dhe gjykimi me drejtësi. Pra nuk janë deklarata boshe që ne i citojmë, por janë argumenta, janë thënie të Allahut fuqiplot, të krijuesit tonë, që ne duhet i zbatojmë të fjalë të Allahut në jetën tonë të përditshme. Allahu i madhruar në surën Nisa në ajetin 58 thot: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Vërtet Allahu ju urdhëron që t'u jepni amanetet atyre që u takojnë dhe kur të gjykoni mes njerëzve, të gjykoni me drejtësi, thot Allahu. Nëse do zbatohej pra kjo, ky ajet, kjo thënie e Allahut, sa e që do ishte shoqëria njerëzore. Pra, të gjende gjykime me drejtësi në mesin e njerëzve. Amanetet t'u ktheheshin njerëzve.
Gjithashtu Kurani na udhëzon të mos e fshehim dëshminë. Dhe për këtë Allahu i madhruar në surën Bekare në ajetin 283 thot: "Wala taktumu ash-shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu." Mos e fshihni dëshminë, sepse kush e fsheh atë pra dëshminë, zemra e tij është e prirur për mëkat. Sa njerëz ka që fshehen dëshminë, fshehen të vërtetën sot. Nuk e dëshmojnë të vërtetën. Madje kemi edhe në mesin e muslimanëve, që thonë jemi dhe besimtarë. Por ka shumë e shumë të vërteta në historinë islame që janë fshehur dhe nuk i dëshmojnë. Dhe kjo është për një fatkeqësi. Dhe Allahu thotë që kush e fsheh atë, pra fsheh dëshminë për të vërtetën, zemra e tij është e prirur për mëkat, thotë. Dhe kush mëkaton, do të ndëshkohet. Pra aq e rrezikshme është që fshehja e dëshmisë. Po ashtu të fshehesh një dëshmi që e ke parë një diçka të vërtet dhe dëshmon rrejshëm për atë. Kurani na udhëzon për mëshirë dhe falje, dhe një tjetër për bazave të moralit islam pra, është edhe mëshira dhe falja, për të cilën na udhëzon Kurani i shenjtë, i cili në ajetin 22 të surës Nur, Allahu i madhruar thot: "Walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim." Le të falin dhe të mos mbajnë mëri me njëri tjetri. A nuk dëshironi që Allahu t'ju falë juve? Sigurisht që Allahu është falës dhe i gjithëmëshirshëm. Dhe në ajetin 43 të surës Shura, Allahu i madhur thot: "Waliman sabara wa ghafara inna dhalika liman azmi al-umur." Pra, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur. E kush duron dhe fal të tjerët nëse i bëjnë keq, nëse ofendojnë. Vërtet kjo është prej veprave më të mira. Dhe kjo pra është i tjetër bazë për bazëve të moralit islam. Modestia dhe përullësia. Për këtë Allahu i madhruar në surën Isra ajeti 37 thot: "Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tukhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula." Mos ec në tokë me mendjemallësi, sepse ti nuk mund ta qash tokën. Sa do të shkelësh me forcë mbi tokë, ti nuk e çan dot tokën. Dhe as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. Ngre sa të duash kokën lart. Krenohu, krekosu sa të duash. Por nuk e arri majën e malit, thot. Pa është një përshkrim figurativ i mjaft i mrekullueshëm për mendje mëdhenj. Pra Allahu, Kurani na urdhëron që të jemi modest, të jemi të përulur. Mëse duhem të jemi pra të lartë tek Allahu, të jemi modest në këtë jetë me krijesat e Allahut, të jemi të përulur. Gjithashtu, Allahu i madhruar në surën Furqan, në ajetin 63 thot: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama." Robët e gjithëmëshirshmit janë ata që ecin mbi tokë me modesti, dhe kur ignorantët u drejtohen, pra me fjalë fyese ofenduese, ata thonë paqë. Pra, një tjetër themel i
Moralit islam pra në jetën e përditshme është për modestia dhe për ulësia. Kurani na udhëzon që thënjet dhe veprat të jenë në përputhje. Dhe jo të flasim tjetër gjë dhe të bëjmë tjetër gjë. Sa mrekullueshëm na flet Allahu i madhruar në surën Hashr. Në surën Saf, në ajetet 2 dhe 3. Allahu në këto 2 ajete u bën thirrje atyre të cilët ndryshe flasin dhe ndryshe veprojnë. Ajetet thonë: Ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O ju që keni besuar, pse thoni atë që nuk e bëni? Dhe Allahu është shumë e urryer që të thoni atë që nuk e bëni. Pra, Kurani na urdhëron që fjalët tona të jenë në përputhshmëri me veprat tona. Dhe jo ndryshe, pra, të flasim dhe ndryshe të veprojmë. Një tjetër bazë e moralit islam. Prandaj themi që morali islam ka një rol mjaft të madh në jetën e njeriu. Sikur njerëzit të njihen me parimet, me moralin e pastër islam, nuk do t'i gjenim, nuk do t'i shikonim këto shkatarrime, degenerime, degradime, shturje, devijime që gjenden sot në mesin e shoqërisë njerëzore. Për shkak se ata janë larguar nga krijuesi i tyre, janë larguar nga këshillat e porositë e krijuesit. Dhe kanë hedhë pas shpinë fjalën e Allahut. I kanë hedhë pas shpinë vlerat dhe moralet e larta. Dhe sot më shumë shoqërisë u serviren moralet e këqija, moralet e ndyta, me një ngjyrë bukurie apo hieshie falso, që më shumë është helmuese dhe shkatërruese për shoqërinë. Allahu i madhruar në Kur'an pra na udhëzon që asnjëherë të mos e përziejmë të vërtetën me të pavërtetën. Siç thot ajeti 42 surës Bakara: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dhe mos e përzjeni të vërtetën me gënjeshtrën, e as mos e fshihni të vërtetën me vetdije. Ky ajet vërtetohet sot, duke parë situatën e vështirë të vëllezërve tanë musliman pra në Palestinë. Ku e vërteta është përzierë me të pavërtetën dhe e vërteta fshihet nga shumë e shumë media të ndryshme. Ajo e vërtetë se çfarë ndodh në ato vend, se si fluturojnë trupat e njerëzve nga bombardimet, se si vdesin foshnjë dhe fëmijë për ditë. Nëse do të jemi vërtet besimtar, të kemi frikë Allahut dhe të mos e përziejmë të vërtetën me të pavërtetën dhe mos ta mbulojmë të vërtetën. Një tjetër udhëzim madhështor që Kurani ne na udhëzon, na thotë të jemi me të vërtetët. Dhe këtë e gjejmë në ajetin 119 të surës Taube, ku Allahu i madhuar thot: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar,
Kijeni frikë Allahun dhe jini me të vërtetët. Val, a e zbatojmë këtë jetë? A jemi të vërtet me të vërtetët në këtë jetë? Apo jo? Ky pra është një tjetër parim, një tjetër themel i fuqishëm i moralit islam, për të cilën e na urdhëron Kurani që ta zbatojmë në jetën tonë. Pra gjithmonë të jemi të vërtet, siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, thot, thuaje të vërtetën edhe qoftë edhe nëse është kundra teje. Një tjetër udhëzim është mos animi ka të padrejtët, që sot shumica e njerëzve janë anojnë të padrejtët dhe nga padrejtësia. Në ajetin 113 të surës Hud, Allahu fuqiplot, krijuesi i njerëzimit, thot: "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Dhe mos anoni nga ata që bëjnë pa drejtësi, përndryshe do t'ju përsolloj zjarri i xhehenemit. Ju nuk do të keni mbrojtës tjetër përveç Allahut dhe nuk do të ndihmoheni nëse anoni ka të padrejtën. Dhe udhëzimi i fundit, apo mund të themi që është një prej bazave të fuqishme të moralit islam, është pra drejtësia dhe largimi nga të këqijat dhe ndytësitë. Për këtë Allahu i madhruar në ajetin 90 të surës Nahl na thot: "Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun." Në të vërtetë Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat të shëmtuara dhe dhunën. Ai pra Allahu ju këshillon në mënyrë që t'u avini veshin dhe t'i zbatoni ato. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ajete që përmendëm dhe shumë të tjera që gjenden në Kur'an. Kur'ani është gjithë udhëzues, udhërrëfyes, pastrues, ndriçues. Të gjitha pra këto ajete tregojnë se morali islam është një pjesë thelbësore në jetën e njerëzit. Sjellja e mirë, drejtësia, mëshira, modestia, bamirësia, e vërteta, butësia dhe falja, të gjitha këto janë vlera që duhet të udhëheqin çdo aspekt të jetës tonë. Prandaj, le t'i lutem Allahut që të na udhëzojë në rrugën e Tij, dhe t'i lutem Allahut që të na bëjë prej lexuesve, dëgjuesve, zbatuesve të fjalës së Tij të Kuranit të shenjtë. Të lutem Allahun e madhruar që Kurani të jetë prisi jonë në këtë jetë dhe ndërmjetësuesi ynë në jetën tjetër. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu i ruaj, ju begatoft, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.